Sapo mbarova me trajnimin e organizatës. 5 filma të prodhuar nga gazetare profesionistë të sektorit audiovizual kanë trajtuar stereotipe gjinore që shtrëngojnë jetën e grave në Shqipëri. Nga paragjykimet e moralit e trafikimi, qasja ndaj 8 Marsit apo jeta e gruas në diktaturë, filmat synojnë forcimin e barazisë gjinore dhe mbrojtjen e të drejtave të grave në media. Formsojmë të ardhmen dhe prishim stereotipe. Është një projekt i cili përpiqet shumë të ndihmojë gratë në audiovizual dhe në media, të shprehin idetë e tyre, të jenë shumë herë më të pavarura, të kuptojmë se si media ndikon në ndërtimin e stereotipeve gjinore. Unë e kam kthyer në mision personal faktin që të ndërtojmë një shoqëri ku ka shumë tepër hapësirë për gratë. Të jesh grua nuk është turp, nuk është e tmerrshme. Sidomos të jesh një grua në media dhe në audiovizual, unë mendoj që ka shumë hapësirë për të mbështetur njëra tjetrën. Projekti mbështetur nga Bashkimi Evropian ndjek qasjen e Unionit sa i takon lirisë e të drejtave duke nisur nga filmat. So they give voice to realities which are also realities that we share. Ata ju japin zë realiteteve që ne bashkëndajmë dhe përjetojmë në jetët tona duke ndihmuar për të sfiduar heshtin që ndonjëherë parandalon diskutimin publik për çështje që diktojnë shoqëritë, për çështje të cilat janë të parahatshme sigurisht si diskriminimi, dhuna, pavarësitë. Dhe këto janë biseda që duhet t'i bëjmë dhe janë pjesë e udhëtimit që po bëjmë së bashku për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Providing a service to society. Duke përmendur kurajon dhe përkushtimin, Gonzato tha se gazetaria nuk është vetëm një punë, por një shërbim që i ofrohet shoqërisë.